Të dashur miq, motra dhe vëllezër të besimit islam në mënyrë të posaçme, dhe të gjithë ju së bashku që dashamirësisht e pranuat ftesën time dhe të lindës për qenë dëshmitar të frymës së vllazërimit që i prin sofrës së iftarit. Mirë se keni ardhur. Sot është një iftar i posaçëm edhe për faktin se nga njëra anë imazhi i këtij iftari është imazhi i xhamisë së bukur të Ballijes në Elbasan, e cila u vlerësua edhe me një çmim ndërkombëtar për arkitekturën, dhe në ndërkohë sot në Tiranë ka hapur dyert më në fund pas shumë vitesh pritje edhe xhamia e madhe e